qytetit dhe nuk dyshoj sepse jam në teren prej mëngjesit deri në mërme. Këtu ka dilema Halil Matoshi, dilema serioze dhe Halili si kolegi jëti vjetër do të sfidoj tani fort në transmetim të drejt për drejt. Ja ku e ke mefin... Zoti Baqenoqi, mirë mbrëma, përshëndetje. Mirë mbrëma Halil. Me dëshirat mira që fushata më shku mirë, po me dëshirat mira nuk marrë shpia me fajl. Me dalë më ju thonë sonte qytetarëve që i kemi rrit pagat edhe shtesat edhe atë pa u votu në kuvend, kjo është ka gjë problem për një demokraci. Jo, nuk ka problem, tash e votojmë edhe në kuvend. Po ti ligjin do më honë nuk ta ka votu kuvendive me fajl, qysh pe i mashtoni njerëzit këtu në pikë ditës? Ja, nuk i mashtrojmë në njerëzit Halil. Unë kam dëgju që ti ke thonë që nuk do t'i prej flok deri sot bjen Albin Kurthi prej pushtetit. Jo, që to nuk e kumë thonë asë njëherë. Se po mu dash ka me i për shpejt. Jo, të sigurej, Halil. Po mu dash ka me i për shpejt nëse kumë thonë, po nuk kumë thonë. Halil, kime u bo si rrut gullit, deri sot i prej shplok, sepse ka me shku 20 vete, mund me shku dhe në fund kohën me flok. Kështu që... Mas po, inshallah jetojun edhe 20 vjet, nuk është për të pishkë. Edhe të kemi komunikim her media edhe... Po me kanë keni me po atë qeveri, zoti Baqenovci? Po tash, Halil, ne po tentojmë tërkohën dhe të shohëm se çka do të sjellin ditëve në vazhdim, por gjasat janë edhe shumë pa që të shkojnë edhe në zgjedhje, pasi që ka vështirësi që të krijohet. Po tregoj unë njerëzve që mas zgjedhjeve domthon keni me bo koalicion, se vetë s'muni mo. Po tash të shohëm, Halil, nuk muj me supozu asgjë sepse duhet me pa rezultatin zgjedhor, e që besoj që ne do të mrim. Veç, zoti Baqenovci, veç dashta me të përshëndetur me thonë modestia është edhe trimni. Po shqo... Nietzsche thot modestia është dobësi. Varsisht qyshe... Halil, Nietzsche ka thonë ashtu, Fidoni, tash po flas në emër të Fidoni. Fidoni ja ka dhënë diagnozën e mirë, rezonancën magnetike për lëvizjen vetëvendosje. Kështu që... Po me fal, muj sun do që 2 euro kam përmen, është kam a bon tak. Po përmeni, po ju tërtoj që në zgjedhjet e ardhshme do t'i fitojmë prap 50%. Mefi, nuk kështu, e para se me gjas, herë në parë nuk ndërhyjnë, kështë sa shpëndërhyjnë, në dytë se mështë kreon pak e shkuptime. Ti e ki pavish deklaratën e preme që i keni prej ju, që e që të kanë konvenu ty, se unë këmë thonë edhe diçka tjetër. Po, e se tash, unë e këmë që jam ka dorë, në newsfeed unë e këmë po një video tash. Në newsfeed, ju e një ekspertat newsfeedëve, kështu që nuk dyshoj. Jo, mu më ka dorë në Facebook timin, unë nuk e këmë po prej kanal dheshit. Mirë dhe... Nëse ju i një ekspertat, Kanal Dheshit. Video e Kanal Dheshit e eksperta, në vërtetur. Se pas ke dëgju dhe në fund, pra. Okej, po ta shpitan, po. Ose pjesë. Unë nuk kam folë që vetëvendosi fiton 50%, nuk kam folë për pozicion aktual të subjekte politike tjere ka shi vetëvendosës që s'ka nevojnë është ta me përsërit. Pra, për kam thonë edhe një gjatë që unë flasë që 5 vjetë që projekti vetëvendosës nuk është më i mire për këtë shtetë, për këtë vend, që mos të kështë kuptohem, por e kam pa një realitet tjetër në raport me votën, se qysh elektorati po ishe, për dallim për neve këtu në studio. Ne e bojmë punën tonë, në fund të është votu si ajtë që e vendosë, ta e kam thonë, që me së qaru. Vetëm po du më këthuj pak të kushtrimin e mojtë deklarata e Kurthit, më besoj që ka thonë sot një të vërtet, hap të zi. Sepse kështu ka ndodhë me Kurthin sa ka qenë kryeministër, shamu 250 milion investu në PDF, për këtë matë ndoj ka që ka komune vetëvendosës. Vishë sot e ka pranu kryeministri. Sot ka thonë kështu, jo punëtorve, kryetarët komuneve që ta kryjë, se mas të ne për i prejnë që to. Dhe më thonë, ata kryetarët që s'punojnë, nuk do të jo japë. Nuk ka thonë të vetëvendosës një parti. Këto se ka thonë. Pra, aje ka konfirmu që kam i financu projektet ku ati e dënë menja si kryeministër. Dhe nëse këthemi të mandati parë, ditë ku ka shku, Kamenica, Podojeva, pra ku janë kryetarët dhe vetëvendosës. Këtu ka dhe një keq kuptim. S'ka nevoj më tut kryetar, se e pa që ka reagu për parimi, se cila komune ka bugjetin në vetë. Kryeministri s'mundet me anal bugjetin, kryeministri flet për fonde shtesë që mundet me dhonë si për kraje ndërsa komuneve, e në cilën zotriu në fjalë, pra Kurthi ka pranusët, që ja dedikon veç komunet ku janë
kryetarët e vetëvendosur, sepse kështu e ka bo në mandatin që sapo e ka lanë. Jo, qysh jo.